Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në falendrojmë, salavat e salam të pejgamberit alayhi salatu wa salam, ja dërgojmë. Imam Bukhariu përmend kapitullin me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wa salam, kur ta shihni hanën, filloni agjërimin. Po ashtu kur ta shihni hanën e re, bani bajram. Ka tregu se si analizohet, si shifet hana, edhe si fillohet apo përfundohet Ramazani. Pastaj ka përmend fjalën e Ammarit që ka thonë kush e agjëron ditën e dyshimt, ai vetë se e ka kundërshtu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pse ka përmend Bukhariu mas pari këto masane hadithin? Me dhënë me kuptu, nuk është që ti ki drejt shumë me bo zgjedhjet e tua, me thonë, a diçka, sa dalu në këshyri, a unesë Ramazan asë është. Ma mirë, pa gjëraj një ditë rezervë, së mban dëmë kur gja. Dhe me thonë, sot është i 29 i Shaban, nuk pedi nesër a i ka ky muaj i Shaban 30 dit, a fillon Ramazani, unë e bebaj, pe anisje, pe gjëraj, ndashlet i bjerë i 30 i Shaban, ndashlet i bjerë i pari Ramazan. Pa gjëraj një ditë për para, le të mërim me rezervë. Thot, kush vepran kështu, aje ka kundërshtu pejgamberin alayhi salatu wasalam se s'ka qenë tradit, nuk shkojnë qështu sanet në islam. Sanet shkojnë me regula, që që ka vendosur Zoti. Prandaj, e keni dhe shpesh na pyesin, a ban me agjëru një ditë dy për para, për Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu. Me atë njetin t'i agjeroj mos rasisht ka hyrë Ramazani në aspedim. Përveç ka thonë një person i cili ka qenë non stop të agjeru të hanë e tajta, edhe i ka ra për shembull e hanë i ka ra nata e Ramazanit. Edhe i ka pas të hanë e tajta gjithmonë tradit me agjeru. Ka agjeru. S'ka agjeru për dyshim mos ka hyrë rasisht Ramazani. A i ka agjeru për të hanë. Njet e ka e martë fillon Ramazani. Pra ditët e dyshimta, po nëse çka duhet me bona, na duhet me dalë me pa hanën. Tash do ta përmendim hadithin edhe e shpjegojmë. Përmendet nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmend muajin e Ramazanit ka thonë mos agjëroni pa hanën. Hanën e re, në fjala. Po ashtu edhe mos e prishni në fund, në fjala mos bëni bajram. Prap derisa ta shihni hanën. Mirë ja Rasulullah, ka vazhdu hadithi. Nëse nuk mundemi me pa për shkak të vranësirave të mëdha, çka me bën? Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë vazhdojeni që me thonë me agjëru me dyshim jo, por llogariteni. Për shembull 29 ditë është muaji para Ramazanit, Shaban. Në ditën e 29 duhet me dalë me këshyr hanën. Me këshyr a ka dalë hana re, nesër mos po fillon Ramazani, as ka dalë. Nëse është vranësina, edhe nuk e shohin ekspertët, atëherë Shabanin e bëjnë 30 ditë. Se si kena pa, a ka mujtë më konë. Neve pejgamberin e ka thonë sallallahu alaihi wasallam fe in ghumma aleikum faqduru le. Nëse nuk e shihni hanën, ju s'keni përgjithësi. Ju s'keni përgjithësi. E plotsoni Shabanin 30 ditë. Pastaj ja nisni me Ramazanin me të parin. Po ashtu kur të bën 29 ditë Ramazan. Dali me këshyrim hanën, jo unë edhe ti. Na s'marrin vesh, dalin ekspertat. Që duhet me qenë të licencum edhe të propozum edhe të pranum nga institucioni përkatës i cili kur ta sheh ai institucion ose ata përgjes bëhet obligim edhe para Zotit Ramazani. Obligim. Nëse unë mendoj që unë e kam pa Ramazanin, hanën, edhe për mua fillon nesër Ramazan, ekspertat që kanë pa, shteti, institucioni nuk ma marr fjalën teme për bazë, po ja marr fjalën e ekspertave. Përveç ulemat kanë thonë, nëse ti ke po unë e kam pa, dhe unë marrë vesh në atë gja, po mu s'm ka ngu kërkush, atër unë obligohem për vete me agjëru, për vete. Edhe të tjerë s'kanë obligim me më dëgju mu, e ndështojnë
personin ose institucionin përkatës të ati vende. Gjithsesi, kjo për me rujt pe fitneve shoqërinë, kuptone. Jo çdo kush me ju tek më thonë unë e pa shtja se ke pa, jo, këndosh me pa, ky sa xheran ai tjetri xheran, në familje janë 3-4 vllazni, njëri me grua me fëmijët vet, nuk ka xheran, tjetri xheran, një ditë e bën përpara bërëm, ja. Është përgjithësat janë njerëzit kompetent të cilët merren me këtë punë. Kjo është për me rujt një dobi më të madhe se sa ajo që mund të duket se ky s'pa xheran, ky pa xheran. Mirë. Me çka po nis ka Ramazani dhe me çka po përfundoj ka me shikim të hanës. Ky është mjeti matës i analizimit ose i vërtetimit të kohës kur hin edhe kur del Ramazani. Mirë. Nëse ose më falë para kësaj, me çka duhet ta shikojmë në hanën? Ulemat kanë thonë nuk ka lidhje me çka. A me sy të lirë, me dalë natyrën, me dalë ekspertët, apo me teleskope, mikroskope, gjanat cilat e zmadhojnë dhe janë ekstra mjete për shikimin e hanës. E rëndësishme, hana me u shiku, sa ma shumë në malet që ki ekspertin, tak që ave aty atat synin, edhe e shef ma mirë. E rëndësishme, nuk po thot hadithi me i analizu ose me e vu Ramazanin, me shkru aty 7 vjetë për para cëllën ditë kamera. Ti mund është me vendos 7 vjetë 10 për para, po kur të vjen dita, institucioni për katës, du të me dalë më marë ekstra. Okej, ne kena vu me një mars. E kena vu Ramazan me Bajram me 30 mars, 29 Ramazanit. Por, ekspertat duhet me 29-ën, kur kryen 29 me dalë me këshyre dhe njëherë. Mund me lujtë ja. Se këto për logaritjet, me logarit, mund më spukon sakta. Ti bën si datë mi vu. Por, kur vjen momenti aty dita para Ramazanit dhe dita fundit, du të me dalë ekspertat me shiku. Mirë. S'po shihet me një vend. S'po dalin me këshyre. A kanë obligim kret ummeti islam me u bazu të një shtetë nëse nuk shihet të na me nuk dalin ekspertat me pa, po veç vendosët me rregullon. A kem në obligim me një shtetë tjetër i cili e shehonën me përmes ekspertëve me agjëru edhe na me ta, apo se kemi obligim? Tu ka debat të madh dietarëve, po normal na nuk e kemi venin për me diskutu gjatë, vetëm e japim atë kajmakun e meseles. Ulemat kanë thonë kështu. Unë këtë përgjigje e jap. Unë e jap. Ka do të thonë mendim që thot gjithë secili vend e këshyr hanën e vet, se largësia gjeografike mund ta bëjnë të vetën. Do kanë thonë jo. Nëse dikush në botë e sheh, atëherë ti obligohesh me agjëru me ata që po e shohin hanën e jo ata të cilët po i bën llogaritjet me matematikë. Çfarë themi neve? Neve themi nuk e kem obligim me ndjek një shtet tjetër, pa marrë parasysh sa është afër neve, përderisa nuk funksionon ummeti islam si një shtet i vetëm. Përderisa nuk funksionon si një shtet i vetëm. Më kon një shtet islam prej Andaluzisë e Marokut deri në atje në Kinë dhe në Japoni, edhe ka një khalife. Edhe shen Marok dikush hanën, ekspert që ka shtetje ka vendos qatë detyrë. I kalzan khalifës. Khalifja për hap, thot nesër është Ramazan, këtë umeti. Amen bojnë na. Përderisa nuk është kjo, ulemat e kanë pranu quhet arabisht ikhtilaful matali', që hana mundet dikun me dal e dikun me vonu. Për shkak të largësisë gjeografike. Prandaj nuk është detyrimisht ai i cili e shen në Andaluzi ose në Marok me obligu atë tjetrën që është në Pakistan me agjëru. S'është obligim. Edhe janë largësia gjeografike plus edhe janë shtetet të ndara. Këta që janë për Evropë, vllaznit tanë, i kanë 2 xhamia, 3 xhamia me një qytet. Njëna është e marokianëve, tjetra është e turqve.
me cilën me bo Ramazan mund të luajnë një herë, luajnë një herë. Këta kanë sot dhe ta nesër. Normal, parimisht se ymet nuk na ka hije kështu me pas, të ndame. Nuk na ka hije. Por veç masi ka ndodhë, çka me bona, për mos me fut për çamjet e ta, unë ja përgjigjen, nuk po them që është përgjigja më e mirë, por është më e qetë për ta. Mos më marr me thashë them edhe idhnime çdo vjet. I them, me cilën xhami ti je antar i asoj xhamie, paguan antarësi, ja ke besu që kur ndodh ty një lindje ose një vdekje, ti shkon e thirr çat hoxhën e çasoj xhamis, ti bën Bajram ose Ramazan me çat xhami. Edhe në sa të tjerë, sepse kemi në rast në kone sahabëve, mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur kanë agjëru ata të Medinës, ka dallu agjërimi me ata të Shamit. Ata kanë pa hanën, ate këta se kanë pa. Një ditë përpara. Kur ka ardhur njëri prej sahabëve, nëse s'gaboj Ibn Abbasi, ka ardhur në Medinë prej Shamit, ky ka shku po pinuj, kanë thonë, si Ramazan, këta 30, ata e kanë nisë një ditë përpara. Më thonë, edhe të ndoshtë e kanë bo 30, se kam haru, ose 29, ata thot jo, na atje kena nisë filon ditën, ju kur e keni nisë, jo thot na një ditë për mas. Edhe se kanë bo, dhe më thonë, ka lëviz e tash, me dalin e teknologjisë, na kuptojmë se mundët kretë ymeti bashkë më konë, për shkak të rrethonave politike, që janë të përqamë si shtete, të ndamë, ma mirë po të ndamë si shtete, themi, gjithë se cili për mës me bo fitne, është ma mirë me vendin e vetë. është ma mirë, mi u ikë fitne vetë më dhaja. Pra, por është bazë që me u shiku me hanë, e jo me u bazu thjesht, do më dhanë në mënyrë të preme vetëm në ato që shkru në kalendar. Por gjithsesi, na në Kosovë, këshillojmë që mës me bo fitne, edhe nëse dikush di e merr vesh hanën, s'është mirë me dalë dhe me bo fitne, me dalë në për rrugë me thonë, nesër e Bajram, në fakt këtu për çfarë zyrtarisht është mas nesër. Edhe me dalë një ditë përpara në kafe midis Shadrëvanit dhe me pi kafe kretu agjëru. Aja opton haxhia me mjekër ose hoxha, kanë thonë pas ka dalë mes midis Shadrëvanit të pi kafe, natën e 30, se aj për to ka bo Bajram aj, po s'ka nevojë me dalë me bo fitne. Edhe nëse mendon që sipas ti është o kon Ramazani për shembull është kry. Sepse na gjithmonë i ruhemi për çarjes së ymetit. Duhet më konë në larg pams edhe me shku ka përmirësimi i ymetit, jo ka futja e fitneve, e përçamjeve. Paka shumë kjo është tema që ishte në radhitje, Allah na falë të na përmirësoft, na shtovdinë dhe devotshmërinë, walhamdulillah.